Me rritjen e temperaturave janë shtuar edhe rastet të zjarrit në rajonin e Ferizajt, ku me mua në lidhje direkte. Është jeton Avdyli nga zëvendës komandanti i batalionit të zjarrfiksave të Ferizajt, zotëri Avdi, ju faleminderit shumë që gjeti kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Faleminderit dhe për ju vizitimin. Inderum, me rritje e temperaturave zakonisht shtohen rastet të zjarrit në vendin tonë, si po qëndron situata në Ferizaja, kemi rritje të rastet të zjarrit në atë zonë. Po, me hyrem në stilin e verës, dhe më thonë zjarët shtohen në gjithë Kosovën, por edhe në Ferizaj. Gjatë muaj qershor kemi pasur 72 intervenime, dhe më thonë 22 kanë qenë zjarre fushore dhe 3 kanë qenë zjarre malore. Shka ne e përkuptu se muajnë maj nuk kemi pas zjarre fushore shumë pak, dërsa këtë muaj kemi 22 zjarre fushore. Vetëm këtë diel kemi pas 6 zjarre fushore. Shka ne e përkuptu se vetëm kanë filluar që banorët ti ndezin zjarret dhe barin e fatë që është në për fshatrat e tyre. Pra, banorët shpesh herë janë shkaktar të zjarrit, apo jo, zotëri Avdili? Po, në shumicën e rasteve vetë faktori njeri është shkaktar i zjarreve. Për arsye se po tentojnë me i pastru arat dhe livallet e tyre duke ndezur zjarr, kështu vetëm po bëjnë dëme për arsye se shumë më mirë një arë do të ishte më pjellore të ishte me bari se ashtu e ndezur. Zotëri Avdili, pra shpesh herë disa incidente të vogla din me shkaktu dëme të mëdha, ne kemi pasur raste edhe vitin e kaluar ku janë djegë mira hektar të tokave, mirë po a është bërë diçka në mënyrë që të vëdësohen qytetarët e vendit që të mos kemi si lloj incidente për çdo vit? Po, ne së bashku me Agjencionin e Menaxhimit të Emergjentave kemi dalur në koordinim me ta, kemi dalur në për shkolla dhe kemi marrë trajnimin në nxënës, duke ju treguar që të mos ndesin zjarret, sepse edhe ndezja e një zjarri është vepër penale. Kështu që ju kemi treguar mos ndezni zjarr, edhe nëse shihni zjarr, të lajmërojeni numrat tonë në numrin 193 ose në numrin 112. Thirrjet janë pa pagesë, kështu që pa hezitim të lajmërojeni një zjarr sa nuk është bërë zjarr i madh na çete lashë edhe neve edhe banorët që jetojnë në atë zonë. Mi për zotëri Avdi, apo keni kapacitetet që me mbulu tërë zonën e Ferizajit me zjarrfikës zjarr që ka probleme të këtilla? A keni mungesë të stafit edhe keni kushtet e nevojshme që t'ju dalë balë të gjitha problemeve që mund të hasni në komunën e Ferizajit, sa i përket zjarreve, po është edhe probleme të tjera? Numri i zjarrfiksëve në komunën e Ferizajit është i vogël, me krahasu me banorët që ka Ferizaji dhe me ndërtimin që është një ndër qytetet më të mëdha gati në Kosovë. Të ne jemi 28 zjarrfikës të rregullt, por na ndihmon edhe komuna e Ferizajit me 32 zjarrfikës sezonale, që kemi që disa vite. E sa zjarrfikës do të mi pas? Zotëri Avdili, sa zjarrfikës do të mi pas parapërsisht? Është mos të ketë diku rreth 73 zjarrfikës të rregullt. Na jemi 28, dhe mënë, ka mëndis shumë të malla. Edhe këta jënë, ka mërë së mësatar është BG vjetëria për 50 viteve, kështu që do të ishte shumë më mirë të rritet numri i zjarrfikësve në tërë Kosovën, se gjitha shtetet e Kosovës kanë mungesë të numrit të zjarrfikësve. Sigurisht edhe një moshë e re do të hynte në punë jashtëzakonisht shumë zjarrfikësve të Kosovës, duke ditur se energjia që duhet për të shuar një zjarr dhe shumë për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve duhet jetë jashtëzakonshme, apo jo? Po, shumë normal, sepse tash zjarrfikësit të rregullt dalin në pension rreth moshës 65 vjeçare, kështu që mosha mbi 60 vjet është pak e vjetër për me intervenu për shembull për ty në objekte të larta, diku Ferizaj ka ndërtesa deri mbi 20 kate. Kështu që me hyp deri 20 kate një zjarrfikës si moshës 64 vjeçare është pak e shumë. Edhe me për shembull me kilometra nëpër bjeshkë nëpër male është pak e vështirë. Kështu që numri i zjarrfikësve të rritet do të na leton të neve punën që të bëjmë sa më mirë dhe sa më drejt. Mi po, në aspektin financiar si qëndrojnë kushtet? Që për me qenë një zjarrfikës në Kosovë, sa është punë që sjell përfitime? Përfitime nuk sjell as shumë, po puna e zjarrfikës është punë më shumë humane. Të punosh zjarrfikës është vështirë, po të punosh ndonjë punë tjetër, sepse mësohesh të bësh vetëm të shpëtosh jetë, të shpëtosh mira materiale, kësaj e tjera, ashtu që më shumë është punë humane.
Pra nuk ka shumë... Jetën të kujnë është knatësi. E vërtet. Unë të falenderoj shumë që gjithë e ko që t'jesh pjesi Modesta ndam të gjitha këto eksperienca që ka të bëjnë me zjarfikësit në regionin e Ferizajit. E besoj që do shihemi edhe herave tjera edhe në studio. Falenderoj. E neve të ndëruar shikues të Infodez, këtu po përmbyllim këtë emision e do shihemi nesër në të njëjtën kohë.